Një moment i pazakontë është regjistruar gjatë konferencës së përbashkët për shtyp mes kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Momenti është bërë viral në mediat sociale duke tërhequr vëmendjen e publikut dhe mediave në të dyja vendet. Ngjarja ndodhi gjatë vizitës zyrtare të pak ditëve më parë të Mitsotakis në Turqi, ku ai u prit me ceremoni shtetërore në pallatin presidencial në Ankara nga Erdogan. Pas ceremonisë zyrtare të pritjes, dy liderët zhvilluan një takim kok më kok, i cili u pasua nga takimi i 6 ndërdelegacional i Këshillit të Bashkëpunimit të nivelit të lartë midis Turqisë dhe Greqisë. Në përfundim të bisedimeve u mbajt edhe një ceremoni nënshkrimi për disa marrëveshje dypalçe që synojnë forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në fusha të ndryshme. Megjithatë, ajo që tërhoqi më shumë vëmendje nuk ishin deklaratat politike apo marrëveshjet e arritura, por një veprim spontan i kryeministrit grek gjatë konferencës për shtyp. Teksa qëndronte në podium për krah presidentit turk, Mitsotakis përdori një shami për të fshirë hundët, pasi e përdori atë, ai u pa duke kërkuar për disa çaste një vend ku ta vendoste. Në mungesë të një koshi apo hapësire tjetër të dukshme, ai vendosi ta fuste shamin brenda dosjes që kishte përpara tij. Pamjet e këtij momenti u shpërndan me shpejtësi në platformat sociale, ku përdorues të shumtë komentuan gjestin, disa me humor e të tjerë me kritika. Videoja u bë virale brenda pak orësh duke gjeneruar mira reagime dhe shpërndarje. Edhe pse bëhet fjalë për një moment të vogël dhe pa ndonjë domethënie politike, ai mori vëmendje të konsiderueshme për shkak të natyrës së tij spontane dhe kontekstit zyrtar në të cilin ndodhi. Deri tani as pala greke dhe as ajo turke nuk kanë bërë ndonjë koment lidhur me episodin e çuditshëm. Vizita e Mitsotakis në Turqi u vlerësua si pjesë e përpjekjeve për të ruajtur dialogun dhe për të përmirësuar marrëdhëniet mes Atinës dhe Ankaras, pavarësisht dallimeve të vazhdueshme në disa çështje rajonale. Megjithatë, për publikun online, momenti i shamive mbeti detaj më i komentuar i takimit.